Situata e tregut të karburanteve në Shqipëri paraqitet alarmante për xhepat e qytetarëve, ku çmimi i naftës në pikat e pakicës ka kapur shifra rekord. Në një vëzhgim në terren të kryer këtë të hënë nga CNA, shihet se çmimet e naftës në pika të ndryshme variojnë nga 211 deri në 214 lekë për litër, ndërsa benzina tregtohet pranë nivelit të 199 lekëve. Ky shtrenjtim reflekton një ngurtësi të pashpjegueshme të tregut vendas, pasi në bursat ndërkombëtare nafta ka pësuar një rënje drastike prej rreth 9% vetëm brenda 24 orëve të fundit, duke zbritur në nivelin e $96 për fuqi. Ndërkohë që bota po reflekton këtë ulje të ndjeshme, në Shqipëri kriza në lindjen e mesme po përdoret si alibi për të mbajtur çmime artificialisht të larta. Kontrasti bëhet edhe më i fortë kur krahasohemi me rajonin ku në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut nafta kushton mesatarisht 50 deri në 55 lekë më lirë se në vendin tonë. Në këtë klim tensioni ekonomik, kryeministri Edi Rama deklaroi të dielën se qeveria do të rikthehet te regjimi i bordit të transparencës për të kontrolluar çdo abuzim të mundshëm, ndonse pohoi se deri më tani nuk janë vërejtur shkelje nga tregtarët. Rama premtoi një ndërhyrje të përkohshme me ulje të akcizës prej 20% për të lehtësuar barrën mbi përdoruesit e mjeteve. Është marrë dhe një vendim tjetër për të ndërhyrë me një masë të përkohshme, gjë që po e bëjnë dhe vendet tjera, në akcizën e naftës, duke i bërë asaj një ulje me rreth 20% në mënyrë që të lehtësohet, si thuash, disi barra mbi përdoruesit e automjeteve. Por ndërkohë dua ta them shumë qartë që në fund të ditës ajo që na intereson e para është që të mbrojmë pensionistët. Që do thotë se në këtë rast niveli i rritur i përfitimit që do të vijë në arkën e shtetit nga rritja e çmimit, cili do qoftë ai pas uljes që ju bë akcizës, do të shkojë vetëm për të mbrojtur pensionistët, vetëm për të mbështetur pensionistët. Përtej premtimeve për rezervat dhe futjen e një faktori të ri publik në treg, realiteti sotëm në tabelat e karburanteve mbetet i pandryshuar, duke i lënë konsumatorët shqiptar të paguajnë faturën më të lartë në Europë, në raport me të ardhurat e tyre, pavarësisht se bursa globale po tregon shenja të qarta të rënjes.